Do thoni ju njerëz, po ti sikur ishe me dietë. Po. Përshëndetje nga një ditë tjetër, nga një vlog i ri. Sapo kemi ardhur tek shtëpia e Kuditës. Kam qenë gjithkohës tek puna e Kuditës sot, se kam pasur puna dhe nga bloku. Edhe tani sa erdhëm te shtëpia, kemi bler gjërat e reja te Waikiki, Kudita ka marrë gjërat te Temu dhe do bëjmë një Temu haul për gjërat që kemi bler. Hajde Kudita na e trego tani. Afro. Gjitha më kanë gabimisht. Me thënë të vërtetën. Të i ka marrë gabimisht rroba plazhi për verë. I kishte aty në basket edhe i ka porosit gabimisht. Po pastaj thash mami mos t'i anulloj Sky. Po që kanë bukura, leopard. Super. Më pëlqen. Pak të pash të formë nga mbrapa e thash të ishin lezzetshme, po. E pas ka një çik si shumë. Duhem provuar. Po, duhem provuar. Mos se më sa i vetëm për Po të kuqe ti sikur kishe, moj? Apo gabimisht? Po, pra. Fal. Shiko sa kanë ardhur kuqe. Sa shumë kuqe pas ke marrë. Ua, Po këtë lateksin nga e ke gjetë në qafsh. Ua. Nice. Nuk e di. Këto e po. Këto janë po, të këto rrim mirë. Këto rrim bukur. Të një tjetër. Ke marrë dhe të zeza, të thjeshta, sikur s'kishe. Po pra. A god gabimisht pra, se na fiksove ti. Okej. Ti kisha bërë safe. I lëm këto. Që kam ti si bie. 2 palë, pse 2 palë? Më sa palë? Kam e dhudhe për Kuditën kështu gabimisht. Gabimisht. Prandaj ishin aty të gjithë sa më lek këto. Prandaj, ti po s'ke marrë, sa po s'ke Ti marrë. gëzosh Kudita? Faleminderit. Ja, u bërë edhe ti. Pse vetëm një parë si tjena? Ke marrë brek më shumë se sutjena. Jo, brek. Jo, ato janë tjera. Po di, çka ke marrë ti? Po, ke marrë 2 palë brek më shumë. Po s'ka gjë, se kombinohen. Gabimisht pra, ja, shef në tani. Ke marrë edhe këto. Po, vetëm këtë që e ka marrë se e doja. Kjo qenë ka shumë e bukur. Ju kam thënë njerëz mos e nënvlerësoni Temun. Edhe materiali shumë i plot. Super. Shif Temu. Ja, është kostum sportiv. Ja. Sa i bukur. Ua, do e marrë dhe unë këtë. E sa kushtoj ky apo të gjitha bashkë 50.000 lekë? Jo, 50 ca me gabimin, me këto 50 gabim. Diku të 22 Po këto që janë super, për dita këto nderojnë. Më pëlqejnë. Diku të 22 më duket. Tani do ju tregoj derën që bëra unë te Waikiki në blog. Nuk gjeta gjëra vjeshtë, jo se kishte, po kishin ngel shumë pak. Edhe unë po futa te rrobat, s'para më pëlqyen, po kur futa e qita nga cepi, e bëra shpejt një kombinim. Ja t'ja tregoj. Kombinimi që bëra është ky fundi. E provova dhe vinte shumë mirë, që s'para i provoj unë e diti Kudita. Masa 36. Ky materiali kështu është kaf i hapur dhe kushtoj 20.000 lekë. Po aty ngjan shumë i zbardhur, po është më kaf. Rinte shumë bukur. Ja vlen këto. E kombinova me një këmish, që është kjo. Me këto detajet kafe, me këto ngjyrat e vjeshtës. Më pëlqeu shumë kjo këmisha, është materiali trash, i plot, që këtu te ne e vesh edhe ndimër këtë. Dhe kjo kushtoi shumë lirë, 30.000 lekë. Tjetër. Tani edhe kapset. Mora këto kapset. Një për Kuditën, një për vete. Unë po mbaj këtë kafen, ti merr këtë jeshile. Me këtë Me qenë se vjeshtën e kam punët që kështu. Merr një gërshër ta bëjsim këtë. Ose fik, preja. Edhe kështu, domethënë, të gjitha bashkë, nuk e di se i
bëra faturat ndryshme, se fundin shkova e mora më vonë, se s'kisha lek mi solli kudita. Se ngela aty peng. Po e Marta, unë dalu nga Majkiti, e mirë të që bëj. Edhe këto janë të brëndshme, pastaj që s'toj t'rregoj. Kot, se treguam shumë brek sot. Dita e brek. Kaq, kemi marrë për sot. Erdhëm tu te shtëpia dhe kemi putur te shtëpia ime sa trëndafila. Tregoja çik te Baçja, sa trëndafila të freskët për shtëpinë e Kuditës edhe këto. Qëllim shumë. Dhe tani do pim në i pije. Jemi shtruar këtu në balkon me Kuditën. Edhe në fara. patatina, kola, dieta ime ka ishte. Do thoni ju njerëz, po ti sikur ishe me dietë. Po. Atëherë, historia e dietës time ishte kështu. Thash do mbaj dietë strikte sepse do fryhem se po marr kortizon nga tiroidja. Dhe ndodhi e kundërta, unë fillova të dobësohesha shumë. 2 kg kështu direkt. Thash, s'jam unë për dietë. E mendova pastaj të prish dieta. Thash, ta prish dietën se kaq strikte, thash do dobësohem shumë, se nuk më pëlqen të dobësohem. Edhe të fryhem të bëhem si lop, jo, po edhe të bëhem me dobët nuk më pëlqen. Që jemi kështu si jam. Jam mirë kështu. Shumë të hash. Mund të ha çfarë të dua tani, jam shumë e lumtur. Përshëndetje YouTube-i. Nga një ditë tjetër, sot më në fundi erdhi koha rrobave për t'u rregulluar, edhe pse unë i kam nxjerr vetëm disa që më duheshin për t'i veshur dhe shumicën e rrobave të verës, se kisha shumë edhe më ishin bërë një rrumuj e madhe këtu. I futa lart në to dollapet që shikoni, ja ku është dhe shkalla që rri aty, sepse e kam lënë ti mbaroj, ti përfundoj, se gjithë punët e tjera të shtëpisë mbarova, kam larë çdo gjë përveç dritareve, sepse koha sot është edhe e vrenjtur, në fakt më erdhi keq edhe ti laj dhe të më bën direkt pis. Tani mendoj t'i futem punës dhe të rregulloj garderobën, t'ja u tregoj edhe juve pak a shumë. Tani, problemi qëndron se nuk e di ku do t'i vendos, se këtu e kam vendin ku mund t'i vendos rrobat e dimrit. Më thënë, jo se s'kam dollape kam plot, po nuk e di si do ta zgjidh këtë çështje me këto t-shirtat ku t'i vendos. Do e mendoj. Mendoja që bluzat me mëngë të shkurtra t'i vendos këtu, edhe t'i kem pak më afër që t'i marr kur të më duhen, edhe këtu pastaj të vendos gjërat pak më të trasha që janë për vjeshtim. Zakonisht, unë kur i nxirja rrobat, i laja një herë, pastaj i hekurosja, edhe sikur ato ishin bërë aq pis në dollap. Por këtë herë kam vendosur mos t'i laj më, sepse jam lodhur duke hekurosur, edhe rrobat vijnë goxha herë të mirë, nuk ka nevojë mendoj. Kështu edhe i kursej punë vetes sepse u lodha. T'ju tregoj pak këto aromatizusat që i kisha vënë. Kanë shumë aromë të mirë, i ka marrë tek Welli dhe kur të iki do blej të tjera.
këto gjërat për Christmas, veshjet e mia të bukura që kam përdorur për fotot e udhëtimeve, për fotot këtu te pema në shtëpi. Po mendoja ti nxirja veç, sepse mund t'i marrë dhe te studio dhe do t'i përdor për foto në skenat e reja. Mezi po pres, patjetër që kam bërë veshje, edhe patjetër që do blej dhe veshje të reja sa të vi sezoni i Christmas. Një gjë tjetër që nuk di se ku do ta vendos, që janë shallrat. Kam shumë shallra, por këtu në Tiranë nuk përdoren. Edhe unë mund të përdor 1 ose 2 ndonjëherë, edhe nuk është se i përdor shumë, dhe meqense si përdor shumë, mendoj t'i lë aty dhe i kap kollaj. Tani këtu mua më zu gjithë vendi, se ka më kollaj, domethënë ky është këndi im që çon në mëngjes edhe zgjedh për të veshur. Kam edhe këtu, po këtu kam më shumë fustane, funde, xhaketa, edhe këtë dollapin do ta rregulloj, po nuk e di nëse do m'dali koha për sot. Kam edhe pantallonat këtu poshtë, sepse kam shumë pantallona. Kam një vend që varen pantallonat, aty kam vend të Xhulios, meqense unë kam shumë. Edhe kështu, por tani nuk e di ku do vendos gjithë këto rrobat e trasha. Ana këtej është bërë goxha rëmuj, edhe këtu kam këtë që hapet kështu dhe gjithmonë bëhet rëmuj, sepse Xhulio asnjëherë nuk i mban aty dhe nuk i le të rregullta dhe i do kështu të palosura dhe kanë ngel kështu të palosura. Do ta pastroj këtë, do ta sistemoj çarçafët dhe te ky këndi këtu do fusa rroba të trasha sepse nuk më merr ana tjetër. Ja, përfundimi, nuk e di, po mua prapë rëmuj më duket. Unë mundova ti sistemoj. Këto janë rrobat e Xhulios, këto janë këmishat e mia, këtu futa ca rroba të leshta, këtu janë pantallonat, këtu çarçafët. I pastrova të gjithë dollapet nga pluhuri, por kjo pjesa këtu prap më duket si rëmuj, nuk e di si t'i palos më ndryshe. Domethënë i kam provuar të gjithë mënyrat prap nga që kam shumë edhe shumë të leshta, më duken kështu. Po mirë janë, se prap kam për të bërë rëmuj. Tani, këtu kemi çantat që i rregulloj gjithmonë, do t'i rregulloj tani. Edhe kanë ngelur edhe 2 dollape nga rrobat e dimrit. Imagjino, kam akoma. Pas kam rrobat e gjumit këtu, po shoh, unë rrobat e gjumit i mbaj tek ky sirtari. Janë bërë dhe këto rëmuj, se janë shumë. Do heq këto, do fus të trashat. Do t'i heq këto me mëngë të shkurtra, do lë vetëm disa që mund t'i vesh tani. Ky sirtari këtu, më shprishur kë, ka rrobat e palestrës. Rrobat e palestrës dhe çorape. Tani po mendoj që të shkoj të ha drekën, se po më dridhet trupi, edhe pastaj më vonë të vazhdoj këto gjërat që më kanë mbetur, disa sirtare, edhe se kjo garderoba ime është shumë e madhe dhe nuk mbaron kurrë. Disa sirtare, ato rrobat që i kam të varura në dollap, që janë fustane, xhaketa, pastaj kam edhe një dollap vetëm me fustane, që janë fustane për të dalë për dasma. Kam edhe rrobat që i lash veç për Christmas, do t'i vendos në një dollap që t'jenë më vete, që t'i kem më kollaj për t'i marrë pastaj. Edhe kështu, pastaj dhomën e kam pastruar, po do t'i fus edhe një pastrim tjetër, sepse këto rrobat lëshojnë push, lëshojnë pluhur. Gati, sepse do dalë për kafe me burin tani. Është e shtunë dhe kemi marrë me Terezi, se orar në studio kemi pas dite, edhe
Këto do shfrytëzojmë pak për të dalë, të shohim ku të shkojmë. Mirë mëngjesi, përshëndetje nga një ditë tjetër, nga Kosulkuqja. Këtë do e heq, patjetër se nuk mund të dalë në rrugë kështu, po mund ta përdor për ndonjë foto të bukur. Edhe që thoni ju, sot kemi një zgarë te shtëpia ime. Mund ta bëjmë këtu te kati 4 ose mund ta bëjmë poshtë. Do ja u tregoj pas pak balkonin. Ta heqim këtë tani, kaq ishte. Miku mikrofoni. Ja, një moment. Edhe kështu, mezi po pres, tani do iki pak të blejmë ca gjëra me Belën. Mishin e kemi marrë për ta marinuar, nuk e di nëse ka marinuar Bela, po gjithsesi kemi kohë. Është akoma ora 11, në 12:30 do mblidhemi, se kemi dhe aq shumë kohë në fakt, po shumica e gjërave janë gati. Do vi edhe Angela. Nuk i them dot Angela, se jam mësuar gjithë jetën duke i thënë Angela, kështu që mos më gjykoni. Edhe kjo është veshja për sot, tash të bëhesha kështu si për piknik. Kisha iden për një fund tjetër, por ai më duk pak si egzageruar për në shtëpi, se dua të jem sa më rehat, edhe ky është më i rehatshëm. Kështu. Do ju marr me vete në piknikun e sotëm. Tani po marinojmë pak mishin, që ta kemi gati. Mishin se e kishim këtu të shtëpia e Belës, po e marinojmë. Kemi marrë mish biçi. Do e marinojmë me spec të kuq, me piper të zi, pak rigon Bela i the rigon, unë nuk e dija, mix viçi. Dhe kemi edhe pak mish derri, ju muslimanët mos na... Muslimane jemi ne, po ne hajmë çdo gjë, përveç mishit të qenit dhe të kalit. Por po nuk hëngrët mishin e derrit, keni humbë kënaqësinë e jetës. Para tripën? Ja. Myte. Edhe të i kënë pasaj lanë tjetër. Piperin e zi. Që mos tani, këto janë gjërat që kemi marrë në market. Haruam të merrnim kërpuva. Kemi marrë këto salçiçe gjermane, janë që kanë gluten free dhe lactose free. Për ne? Po. Kemi marrë roze, te jata i mora. Te jata, okay. Mora roze për ne dhe kola. Për Klajdin morëm birra se do birë. Për burrat do me thënë. Po do marrim dhe birra të tjera se kemi dyqanin afër, kemi marrë me gaz edhe pomes gjermane që t'i skuqim. Edhe këto të jata, Po edhe këto të jata. Këto të verdhat me të zeza janë shumë të mira se i kam provuar. Edhe pastaj mishi i marinuar që është këtu. Kemi mish gici edhe mish lope quhet? Viçi. asociami me ndarjet e mishrave. Tani Angela na ka sjellë ëmbëlsirat. Ne kishim ndërmend të bënim ëmbëlsirë, por s'ka nevojë. Dihet kush është për ëmbëlsira. Do t'i hapim? Po. E hapim. Këtë hapim të një. Hape atë një. Unë nuk i kam parë akoma se ç'a janë. Do korrent poshtë. Dhe? Hape tani. Që ka të mërë? Ja, shikoje.
Frostat fiku. E kam prerë në foto. Jami. Pse? Pse sa fikun ti? Se s'ka aty? Po kjo tjetra? E kemi bërë vetë në. Keni po vetën? Po, nuk i blejnë në këto. Kjo gjë me etiketë. Ja po, ashtu i bëja unë. Na haja, ha të kuvujt e vegjël. O, sa të bukur. Si ka se të bukur janë? Ja, po e hapim tendën. A, merr nga era. Të duhet farse ty? Do ju tregojmë si bëhet zgara në shi. Me këto. Tutorial. Duhet të keni e thjesht një pen që mos të zë shiu, kaq. Ja dhe çunat. Janë ty mosur. A, çajër e mirë. A të thash që... Nuk lëzoj. Do të përdojnë vërë këtë. Se po bëjmë video. Ja dhe Angela. Kemi rasist, po? LGBT. Jo, hiç. Bëra për story. Shumë bukur. Në aksion. Gota mi dreçka. Kemi marrë gota plastike. Nga e djela. Të thua është përshëndetje? Përshëndetje, si jeni mirë? Kjo është Bela, që të gjithë ju e njihni, është shoqja ime ngushtë. Edhe kjo është Angela Milo. Po e them me mbi emër, besoj se e njihni. Edhe kaq. Kemi përgati. Zgaristin. Ta prezantojmë pak Garistin. zgaristin. Garaziu. Mishin. Erën e ka të mirë, të shohim si do jetë në shije. Ky është mishi shoqja ime ngushtë. Po pjekim edhe bukën. Edhe Tu, patatet. edhe patatet janë gati. Brian? Në pra jepi provë të Zjuane! Zjuane! Daj mish? Nëse kam provu akoma ndërkohë. Ta provojmë çik mishin tani? Hajde Angela, na shërbe. Kush do kola? Unë. Eva do kola? Mirë, po e pim. Tre. Zuar. Sot i që nda menu më boj famë. Liza. E mo Klajdi si do bësh i famshëm ti. Garaziu. Në po dhe në mënyrën e ti, garantiu. Kur vinë nesër në 10 oferta pune, Pra, ka pe javën ti me punë. Ja, jemi këtu me Me gota. gjithë të kështu? Me gjithë të rëmujën tu. Mbaruam për sot. U knaqëm, a goca u knaqëm? Po Jemi kënaqëm, kafe. jemi fryrë. Edhe në mësirë të anë që ti baruan. Po, të tani. Tani, shifemi në vlogun e radhës. Pati! Bye!